mirëseardhjen në ceremoninë e diplomimit të studentëve të gjeneratës 2025-2026. Ju jeni gjeneratat që nuk u dorëzua. Studiuat në kohë sfidash, të cilat edhe bota moderne po i sjell, por dolet më të fortë, më të pjekur, më të përgatitur se kurrë. Dhe kjo nuk ndodhi rastisht. Kemi bindjen se Universiteti Haxhi Zeka nuk ju dha vetëm leksione, ju dha profil. Në një kohë kur bota kërkon specialist e jo vetëm diploma. Sot është dita kur puna juaj shumë vjeçare merr emër vul, merr diplomë. Ju nuk dilni sot si student përgjithshëm, ju sot dilni si profesionist që tregu i punës i njeh, i kërkon dhe i pret. Diploma është vetëm fillimi i dijes, as si fundi i saj. Dhe së treti, kudo që të shkoni, mbani me krenari emrin e këtij universiteti dhe këtij vendi. Faleminderit shumë. Ndihemi nderuar që sot bashkë me ju marr pjesë në një moment kaq të veçantë për afër 200 studentë që po diplomohen nga 5 njësitë akademike në Universitetin Haxhi Zeka. Ju tani më jeni gati për të shërbyer me vendosmëri për zhvillimin ekonomik, juridik, kulturor, teknologjik, turistik dhe bujqësor në Pej dhe në tërë Kosovën. Qeveria po investon tani që e ardhmja e studentëve të jetë sa më e ndritur, duke u nisur nga kurrikulat apo plan programet e modernizuara, shtimi i partneriteteve ndërkombëtare dhe investimet në infrastrukturë. Mos i harroni rrënjët tuaja këtu, në këtë universitet, në qytetin tuaj, ku do t'ju çoj udha e jetës, vendlindja dhe universiteti i studimeve tuaja, mbetet vendi ku dia, talenti dhe përkushtimi juaj lën gjurmë të madhe. Shumë të dashur student të diplomuar, prindër dhe familjar, mloni shumë t'ju përshëndes nga komuna e Pejës, vendi ku ju keni zgjedhur të kaloni mbase periudhën më të bukur të jetës suaj, periudhën studentore, dhe uroj që kjo ditë të jetë vetëm fillimi i arsyeve, duke pritur edhe shumë arsye të tjera që ju ta bëni krenar familjen, shoqërinë dhe vendin. Të uroj shumë studentët tanë që janë sot të diplomuarit tanë, dhe unë e di që protagonistët e kësaj ceremonie jeni ju, studentët tanë, por nëse do të ishim plotësisht të drejtë, do duhet të ndanim nga një diplomë simbolike edhe për prindrit tuaj. Sepse, ndërsa ju keni kaluar provimet, ata kanë kaluar ne të tëra duke u lutur për suksesin tuaj. I shoh sot me lule, ju jeni ulur ata që ndrojnë në këmbë për të pritur diplomimin tuaj. Të dashur student, ju po diplomonin një epokë kur inteligjenca artificiale mund të shkruaj tekste, të analizoj të dhëna dhe madje të përgjigjet pyetjeve tuaja në shumë pak sekonda. Por ka diçka që asnjë teknologji nuk mund ta zëvendësojë. Karakterin, integritetin, empatin dhe guximin për të marrë vendime të drejta. Prandaj, mos lejoni kurrë që ajo të zëvendësojë njerëzoren brenda jush. Sot, përmbyllim një kapitull të rëndësishëm, por njëkohësisht hapim një tjetër. Tani është koha që njohuritë e fituara t'i shndrojmë në vepra, profesionalizëm dhe kontribut për shoqërinë. Rruga deri këtu nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por nuk kemi dorëzuar çdo sfidë gjatë studimeve, na ka bërë edhe më të fortë, na ka përgatitur për një etapë të re. To